Nxënësit më të talentuar të shkollës nëntëvjeçare Sevasti Qiriazi u bën pjesë e edicionit të 7 të konkursit të kërcimit, kërcim në ritmin e ëndrrës, një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë për shkollën. Në skenë u prezantuan koreografi të ndryshme të përgatitura nga nxënësit, të cilët performuan me energji, kreativitet dhe harmoni, duke sjellë emocione dhe atmosferë festive për publikun e pranishëm. Është viti i dytë që unë marr pjesë në këtë konkurs dhe është një konkurs që me si e presim dhe të sjell disa emocione të papërshkrueshme. Unë jam në balet dhe kërcimi ka qenë gjithmonë një pjesë e imja që gjithmonë më plotësonte. Kërcimin ka qenë një talent i imi ose pasion i imi, që nuk kam qenë shumë e vogël. Kam nisur të kërcej që në moshën 5 vjeçare, kam shkuar në përkurse të ndryshme dhe me kalimin e kohës u bë si një aftësi e imja, si një pjesë e jetës time. Kur isha në fillore, kam marrë pjesë në këtë aktivitet kaq të bukur, kërcimi, dhe edhe deri tani unë jam pjesë e konkursit, sepse kur isha në fillore ne bënim thjesht një kërcim si për përshëndetje ose kështu, ndërsa tani jam pjesë e konkursit. Risia e këtij edicioni ishte përfshirja edhe e djemve në grupet e kërcimit, duke i dhënë aktivitetit më shumë dinamizëm dhe frym bashkëpunimi mes nxënësve. Mësuesja Viola Teneqexhi, e cila është kujdesur për organizimin e aktivitetit, u shpreh se është kënaqësi të punosh me nxënës kaq të talentuar dhe të apasionuar pas artit dhe kërcimit. Organizohet me klasat e 6 deri në të 9. Pjesëmarrës përshëndetës janë në klasat fillore dhe çdo klasë ka koreografinë dhe muzikën e vet. Kemi bërë shumë punë. Jemi lodhur, punë me përkushtim, por ndërkohë ne sot do të marrim edhe plot energji, emocion dhe gëzim kur të shohim se si nxënësit tanë do të shfaqin talentin në skenë. Në përfundim të konkursit, performancat më të arira u vlerësuan me çmime pjesëmarrjeje, ndërsa çmimi i parë shkoi për performancën e nxënësve të klasës së 9C. Aktiviteti u mirëprit me duartrokitje nga prindrit, mësuesit dhe nxënësit e shkollës.